Votimi sot në kuvend hapet dy spirale, njëra e vjetër, tjetra e re. Spirala e vjetër është vërtetimi dhe njëherë se tranzicioni politik shqiptar vazhdon 35 vjet pas ndryshimit formal të regjimit për jo të klikës politike. Ajo mbetet e njëjta pasuese e denjë komunizmit me të njëjtat linja, me të njëjtin emër, dhe këta rast dhe me viktima me të njëjtin mbiemër. Viktima e radhës e luftrave të brendshme të komunistëve shqiptar pati përballë të njëjtin mbiemër atë të diktatorit komunist. Sot u kuptua përse edhe Fatmir Xhafa edhe Sali Berisha nuk shfaqen kot në foto me Enver Hoxhën. Por sot nuk ishte ky vetëm ribashkim në votimin kundër ballukut të dytë i zëvendës kryeministër në këto 50 vjet. Sot u bashkua Elisa Spiropali me Gazmend Bardhin, Carlo Bolino me Çim Aksidentin. Sot nuk ishte të majtet djatë. Sot kishte një koalicion ylberist, sorosian, komunist në linjën e egër takmarrjes, xhelozis, korrupsionit, më shumë antimoral dhe përplasjeve në korridoret e shëmtuara të pushtetit. Ishte një përplasje në fakt vetë në brenda në gjirin e të keqes që nuk e lëshon këtë vend për gati një shekulli, sepse për fat keq fara e periudhës së Enver Hoxhës zin ka rënë dhe provoka fryte më mirë dhe më shpesh se sa fara e kanabisit. Kjo ishte spirala e vjetër. Spirala e re është përkimi mes dy pushteteve atij politik dhe gjyqësor fal reformës në drejtësi. Gjyqësori sot e kuptoi se pushteti legjislativ nuk është daq i dobësuar se sa mendohet. Atë mund ta hetosh, mund ta korrigjosh, mund ta ndryshosh, por nuk mund ta kontrollosh. Megjithëse kjo spirale e re do të sjellë ndryshime të tjera ligjore, të kodeve penale, të praktikave gjyqësore që në asnjë rast nuk e pengojnë drejtësinë, por e ruajnë atë të bjerë në gabimet e shkuarës, në dobësi personale, në përdorimin eksesiv të presioneve dhe kufizimit para praklirisë, pa gjyq dhe për më keq dhe pa prova. Leksioni sot është gjithashtu se pavarësisht se nëse një politikan hetohet apo gjykohet, karriera e tij politike lëndohet e pakthim, por në asnjë mënyrë perceptimet që krijojnë procesionet publike nuk kthejnë një akuzë mosbarazie në tendera automatikisht në një akuzë korrupsioni. Për këto duhet presim hetimin dhe gjykimin e plotë dhe në fund dhe vendimin e gjykatave. Dhe në fakt kështu duhet të jetë, sepse Republika është e popullit dhe jo e prokurorëve. Kjo është një situatë e re politike edhe për vetë Partinë Socialiste. E vëm përballë vetë dënime për të mbajtur premtimin e rënd të integrimit në fund të këtij mandati, e ndëshkuar nga suksesi i saj më i madh, reforma në drejtësi, e goditur në burime njerëzore primare që e kanë lënë atë në krye të saj me pak alternativa, sigurisht bashkëkryetarit veteran Rama, asaj duhet të përballet me sfida të forta brenda vetes. Mandati nisur vetëm 6 muaj më parë duket shumë i gjatë me shumë të përpjeta dhe me kthesa të panjohura. Jo pak socialist ndjen të hutuar, çoroditur, bile dhe të zemruar nga ajo çka po ndodhet përballë një opozite që duket e dobët, por dhe e fortë njëkohësisht me mjetet e saj dunës, dhe e partisë së tyre të madhe, të fortë në elektorat, por njëkohësisht të dobët në ushtrimin e pushtetit. Pushteti Edi Rama edhe nuk po nguron, çdo javë ta ndajë me element Partisë Demokratike që i përzgjedh me dorën e tij dhe u jep poste të larta. Dhe socialistët pyesin veten, vallë për këtë luftuam dhe fituam një mandat 4. Për këtë do flasim sonte me numrin 2 të saj, sigla. Bashkimin Evropian. Prezantoj dy ftuarit e mi, Skënder Mixhozi, mbrëma Skënder, dhe Roland Beko, mbrëma Beko. Skënder, Blendi sapo tha që Partia Socialiste është ka forca më e madhe, por njerë duhet kjo forca më e madhe, po duket se u kthehet në dobësi ndonjëherë. Te kompleksi i përdorimit të saj. Natyrisht kur nuk funksionon fenomeni i eksplozionit, funksionon fenomeni i implozionit. Dhe zakonisht kjo ndodh kur jemi në pushtet. Mandati 4 të provohet që të jetë i lotshëm për momentin. Natyrisht konsumi bën vetën. Zoti Klosi tha që mblodhëm kryesin. Vjen mirë që PS-ja vazhdon ta mbledh kryesin, sepse realisht partitë shqiptare kur kalojnë qeverisje boshatisin selit dhe harrojnë strukturat dhe komplet shkrihen si të tilla. Natyrisht kjo do të ishte normal një mjedisje amerikan ku partitë janë elektorale, por në një realitet ku partitë si Shqipëria ku partitë janë struktura territoriale dhe ato ekzistojnë, mendoj se PS ka krijuar tashmë një tradit të konsoliduar të transformimit nga një forcë politike në një skem pushteti dhe kjo natyrisht nuk është gjë e keqe, por humbja për mendimin tim e atij indi ideologjik me kalimin e viteve e asaj vetdieje politike që i ka bërë bashkë socialistët dhe rendja veç pas sondazheve dhe skemave se si të kapim pushtet dhe të mbajmë pushtet, mendoj që është një gabim i madh sepse ka prodhuar pasoja siç janë rrënimi i shtetit social, krijimi një pabarazie shumë të thellë
dhe i njësër politikash cilat janë pastër të djathta dhe s'kanë asnjë të lidhje me të majtën, dhe kjo do të thoja që është Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristor. Me mua sonë në program kam kënaqësinë të kem numrin 2 të Partisë Socialiste, sekretarin e përgjithshëm zotin Blendi Klosi. Klosi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne sonte. Faleminderit juve, natyrisht me disa komente për editorialin tuaj. Patjetër, vetëm me lejen të t'ju prezantoj të dy kolegët e mi. Ka numra, ka funksione. Dakor, vetëm, okej, numrin 2 edhe unë kisha në emër të funksionit, kuptohet. Po me thënë vërtetën, që ta vazhdoj pak atë që tash në editorial, pas zotit Rama, ju jeni socialisti më temi nga vypamja e viteve, e përvojës, e kualifikimeve, sepse këto tjerët o ikën vetë, ose ju a kapi reforma. Në mbledhjen 10 kryesisë ne filluam dhe këtë një, le themi, përgatitje për festën 35 vjetorit, mos harrojmë në 12 qershor pse bëhet 35 vjet, ka kontribute të mira qytetarëve të këtij vendi me testrën e Partisë Socialiste ose jo. Por realisht është forca më e madhe në vend, forcë që ka prodhuar kaq shumë, le themi, njerëz, ju ka dhënë kaq shumë besim, kaq shumë titullarëve. Dhe tani mbas 35 vitesh padyshim kemi histori për treguar, histori për të vlerësuar, natyrisht edhe momente për të bërë, le themi, reflektues. Por pas 35 vitesh është partia që realisht ja ka dalë që të drejtojë vendin në shumë vite, të fitoj shumë betejë elektorale dhe natyrisht të bëjë atë që është më e madhe në fakt në ngjarje, ajo që ju e thatë në editorial, afrimi i Shqipërisë edhe mundësinë e artë edhe të jashtëzakonshme që ta fusim. Po mendoj kjo mund të shërbej për një 3 emisione të mira. 3 emisione të tjera. Edhe si fillim të emisionit, padyshim që komente mund të ketë të gjitha llojshme. Nuk diskutohet ajo që thot kolegu që partit nga një parti territoriale janë kthyer dhe ideologjike, janë kthyer shumë më tepër në parti elektorale. Po mos harrojmë që kjo përballje elektorale na kërkohet një herë në 2 vjet, edhe që të shkojmë në gara, padyshim që kërkohet përpjekje, punë, organizim, terren, patronazhist, struktura, forume, diskutim, debatim, edhe nuk e mohojmë që në mbledhjen kryesisë së djeshme, një nga pikat ishte edhe ky fillimi i procesit të riorganizimit të partisë, strukturës, zgjedhjet e organizatës socialiste, zgjedhjet e forumeve lokale, pasi qartësi jemi futur në vit elektoral. Si duke paradoksale mund të jetë, por sot një vit do jemi në garën e ardhshme elektorale. Dhe ajo garë kërkon punë dhe që të arrihet ajo, mendoj që nuk t'ia dilet vetëm me ato ideologjinë, do duhet punë në terren. Por padyshim, në rast se do të kishim një pëlqim publik të punëve të realizuar nga Partia Socialiste, nga qeverisja jonë, jo vetëm këto 13 vite, por nga gjithë ato çfarë përfaqëson Partia Socialiste në 35 vjet, da kishim të vështirë përballjen publiku. Dhe sa herë ka pasur zgjedhje kohët e fundit, në mos për të thënë gjatë gjithë këtyre 35 vite, Partia Socialiste ja ka dalë, natyrisht diskutime ka se si do të jetë këndvështrimi i saj nga pikpamja sa ideologjike, sa elektorale edhe sa, le të themi, territoriale, por konkurrentët tanë ne i kemi mundur të gjithë. Edhe sot jemi të gatshëm, themi që në garën e ardhshme elektorale, që do të jetë sot një vit, ne të shkojmë për të fituar të 61 bashkitë të vendit, në rast se do të jenë 61, nuk e di se do të shkojmë në reformë territoriale, po do të shkojmë për të garuar, për të fituar çdo cep territorit. A është kjo një parti, le të themi, ashtu siç duhet të jetë teorikisht? Teoritë ka ndryshuar shumë, praktika ngele dhe në praktik ne fitojmë fal kësaj force të madhe organizimi dhe fal kontributit të mira antarëve, natyrisht jo vetëm atyre që kemi në fotografi që është grupi parlamentar, apo forumet, apo kryesia, po 104.000 antarëve aktiv që Partia Socialiste ka në terren. 104.000 duken shumë. Megjithatë, Klosi, flasim pak për ato që ndodhi sot në kuvent, pasi sigurisht aty është fokusi, pasi diskutimi është sigurisht edhe politik dhe filozofik për shkak se reforma në drejtësi është paradoksalisht dhe suksesi më i madh gjatë qeverisjes tuaj i vendit.
nga ana tjetër, temi partia juaj apo qeverisja juaj është temi ka numrin më të madh temi të viktimave të kësaj reforme. Ja një sekond, se flasim për këtë. Po gjithsesi, ajo që bëri lajm sot në kuptimin banal apo të parë të fjalës është fakti që dy deputet tuaj dolën një arresht, nuk bëhet fjalë për dy deputet zakonshëm dhe anonim, po bëhet fjalë për atë që e quan vetëm babai i reformës drejtësi, Fatmir Xhafajn, dhe ish ministrën e punëve të jashtme, ish kryetarin e Kuvendit Spiro Pali. Pasi Gonxha u shpjegua, u kuptua nga burimet tona brenda grupit parlamentar që është në panajër në kant, pra ka qenë i pamundur të jetë prezent me votën e tij, por mungesa e Xhafajt dhe Spiro Palit janë mungesa në heshtje, por që flasin shumë. Keni një koment për këtë, çfarë ka ndodhur se duke pasur parasysh dhe faktin që zoti Rama që të hënën doli dhe tha qëndrim politik, do të jemi të gjithë, shpjegoi dhe arsyet. Qëndrim politik, ne mbajtëm një qëndrim në emër të grupit. Dhe kam përshtypjen që ky qëndrim i këtyre është më shumë se mund të ketë shpjegime personale në raport me zonën Balluku, po në këtë rast ka dhe qëndrim politik kundër qëndrimit politik të partisë personale. Për zotin Xhafaj, në bas informacionit që kam, ka pasur një njoftim të kohshëm që ishe jashtë Shqipëria për një arsye shumë të rëndësishme familjar. Dhe mendoj që ju mund të bëni koment, mund të bëni diskutime, po përsëri sot Partia Socialiste tregoi që ka zbashku me mbështetjen që kemi me PSD-n 82 vota, që normalisht janë 86. Jo, nuk po them që këta janë dy deputet që do ju ikin nga rreshti. Por them që në këtë moment kur keni një situatë caktuar me gjyqësorin për shkak të reformës drejtësi, Deli Rama dhe thot, bën gjithat fjalimin e gjatë ditën e del të martën, del mërkurën, del tejnë, doli sot prap 2 herë, etj. Dhe dy deputet. Me raport me drejtësin, ajo që thatë ju, viktimat janë në krahun tonë, kjo është krejt normale, ne kemi krijuar të gjithë të sistem që të gjykoj punët që ne realizojmë. Dhe kam thënë edhe në emisionin tuaj, por është fakt që me mira të zgjedhur të Partisë Socialiste, disa 180 kryetar bashkie të zgjedhur, 10 ministra me qindra mira funksionarë që firmosin, padyshim gjykohet. Janë këta që gjykohen dhe kjo drejtësi e re nuk është hipotetike, është drejtësi për veprat të cilat ndodhin në ambientet publike. Bëhen rrugë, bëhen autostrada, bëhen ujësjelca, bëhen investime, bëhen shkolla, bëhen kopshte, bëhen çerdhe për ditë. Dhe padyshim disa nga këta hynë në këtë sitën e drejtësisë, disa për tyre dhe akuzohen, disa për tyre dhe marrin dënim, por mos harrojmë në gjithë këtë debat edhe le të themi historik, kaq të vështirë edhe ndërmjet le të themi asaj që çfarë duhet bëjnë forcat politike, janë vetëm 10 raste të akuzuara për korrupsion nga organet e drejtësisë së re. Vetëm 10 raste. Kemi titullar, kemi funksionar, kemi njerëz të zgjedhur të kësaj partie që përballen, por ajo që për ne është e paçëdueshme është që ne nuk kemi asnjë rast, asnjë koment për procesin e hetimit. Pra për atë çfarë detyre ka organet e drejtësisë së re të hetojnë. Të hetojnë 360 gradë veprat për cilat ata mendojnë se ka le të themi arsye për të hetuar. Për sa i përket qëndrimit të diesh të sotëm, është qartësi raporti me arsyen pse funksionon parlamenti dhe arsyen pse kushtetuta i ka dhënë këtë. Pse mungoi Xhafaj dhe Spiro Pali? Ja u thash, janë vetëm 2 mungesat, cilat nuk e di arsye. Nuk kam një informacion, nuk mund të bëj hipotetë. Ti je sekretari i përgjithshëm. Por informacionin që kam ishte që zoti Xhafaj ka marrë teorikisht mbanin kontroll situatën. Për një arsye krejtësisht familjare ka pasur një lejë një javore ose një njoftim se do të mungonte një javë në Shqipëri dhe kjo është arsyeja që mungoi dhe nuk e dyshoj këtë pjesë. Pastaj nuk kam informacion tjetër, nuk mund t'jap informacion apo por nuk besoj që ja vlen që të bëhet gjithë ky diskutim për një moment që mungojnë 2 vota nga 86 vota që janë nuk krijohet ndjesia e një mini grupimi. Jo, nuk të pyeta këtë fare, nuk të pyeta pse mungojnë.
Po jo them, ka që informacion mund të ndaj që... Ka iku koha grupeve në PS, po ideja është... Jo më se grupet në politik nuk ka dyshim që ka lobbying, ka grupe, jo të gjithë një mendojnë një lloj, se jemi njerëz me perardhje të ndryshme, me background ndryshme, me ndjesira ndryshme, po prandaj jemi forcë politike, se të gjithë kemi ato ndjesit tona, apo dëshira tona, apo dhe... Se po tjetë për shifra, më shumë demokratike është PD-ja sot në rebelimet e brondshme, se sa ju. Po prapë që bjen sy që në këtë diskutim të rëndësishëm, zoti Klos, e këtu të shumë serios, që të mungoj personi i cili thot që ka bërë reformën drejtësi, jep një simbolik caktuar mungesës tij. Për te komendeve të mia që janë që është një ngjarje... Nuk po bëj komentator, po bëj gazetare. Dhe dyta, që një figurë prominente e Partisë Socialiste, ish kryetar kuvendit, ish ministre jashtme, e vetmja që reagoi në një mënyrë caktuar kur u shkarkuar nga posti i saj pak ditë më parë, dhe nuk ishte një reagim pa domethënie, sot ikën dhe nuk vjen fare në votim, ndërkohë që vjen Rama, i cili Rama vetë e di sa përtot vin parlament kohë të fundit. Po sot nuk mund mungon. Pikërisht prapë, se kur s'mund mungon të Rama, mungon të Spiro Pali. Demonstrimi kompaktësisë së votës parlamentare socialiste dhe besoj që ja dolëm 82 vota nga 86 janë një shifër goxha e konsiderueshme për dëshmuar kompaktësinë e grupit socialist në parlament. Beko? Nëse zoti Klosi natyrisht do të shqetësoj me të drejtë që brenda Partisë Socialiste ka mungesë votash, pra munguan 2 veta apo 4 tjerë, natyrisht do të shqetësoj sepse i duhet uniteti në vendimmarrje dhe i duhet realizimi i qëllimit që ishte... Sepse uniteti ideja, mesazhi i fortë që dha Rama ditën e hënë. Po, realizimi i qëllimit tyre që ishte pikërisht votimi në unanimitet i këtij i vendimit politik që kishte marrë PS-ja disa ditë më parë. Kurse ne duhet të shqetësojmë për faktin pse aty nuk ka korrente brenda Partisë Socialiste, pse nuk ka qëndrime, sepse tek e fundit një deputet nuk është thjesht një antar partie në momentin kur është deputet. Ai është më shumë se sa një antar partie, sepse përfaqëson dhe qytetarët. Dhe në rast se të gjithë ata deputet kanë votuar aty me bindjen e tyre, janë drejtën e tyre, s'kan bërë asnjë gabim. Por në rast se deputetët kanë votuar aty nga Afrika se do ndëshkojnë nesër nga sistemi, pra se janë dorën e kryetarit për të qenë apo mos qenë deputet, ti po thuaj që Spiro Pali dhe Zhabe mund të cënohen në tarmën e tyre politike. Ne do ta shikojmë, pra, në rast se Partia Socialiste nuk i penalizon këto 2 figurat të saj për këtë qëndrim, por në rrugës sipër, natyrisht se kjo është histori e gjatë, janë dhe 3 vite, më shumë se 3 vite tjera në pushtet, do të thotë që Partia Socialiste i pranon edhe qëndrime ndryshe, edhe mendime ndryshe, edhe korrentet brenda saj. Nuk është faj saj tek e fundit nëse ato nuk janë konkretizuar si qëndrime të tilla të bëra publike, sepse underground natyrisht në çdo parti politike je në familje dhe një familje madhe natyrisht ka qëndrime të ndryshme të familjarëve. Dikush kënaqet, dikush nuk kënaqet me vendimin që merr familja. Po, duhet kemi parasysh çfarë vendimi është, sepse nuk bëhet fjalë me vendim të lehtë. Unë mendoj që është mendim sfida që i bën ata sot. Është vendim i vështirë. Po, sfida që i bën ata sot është sfida e Edi Ramës, nuk ishte sfida e Ballukut, sepse basin këtu e kishte vendosur me opinionin publik dhe me ndërkombëtarët e kishte vendosur vetë Edi Rama. Kështu që ju me të drejtë dhe ne të tjerët do me thënë me të drejtë bëjmë pyetjen. Po t'ishe gjë personale, shpjegim tjetër. Për më tepër dhe çfarë përfaqësojnë këto 2 personazhe, se nuk janë thjesht 2 deputet të thjeshtë në historinë e Partisë Socialiste dhe në historinë e Parlamentit shqiptar. Spiro Pali ka qenë njeri shumë i lidhur i afërt i Edi Ramës, është një politikane e re, e artikuluar dhe krijoi një lloj intrige në momentin që u largua, sepse Rama, do me thënë, vetë e krijoi këtë, në dha të kuptonim që aty pas kishte një intrigë. Cila ishte intriga? Intriga ishte që Spiro Pali, siç e kuptuam ne, që jemi jashtë Partisë Socialiste, Spiro Pali ka krijuar një lloj, do me thënë, le të themi një lloj pavarësie nga ndikimi fort i kontrollit të Ramës dhe u interpretua se u shkëput, do me thënë, Rama e nxori nga ministria edhe për shkak të këtij profili personal që ajo krijoi në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Ky ishte aspekti i perceptimit, kurse aspekti tjetër zyrtar i Edi Ramës ishte që nuk e bëri detyrën siç duhet në ministri, punonte vetëm ministria dhe sekretaria e saj. Argumenti i Ramës nuk është bindës në rastin e Spiro Palit. Dhe është ajo që thamë ne një ditë para, se ishte vetëm studio që parashikoi që do të kishte ndryshime në qeveri.
Dhe një ditë para, unë këtu në këtë pozicion kam thënë që po, çdo lloj ndryshimi është legjitim, se është kryeministri ai që vendos mbi ministrat e vet, por ama përballë opinionit publik duhet vinë shpjegimet e atyre që largon, për çfarë i largon nga detyra dhe shpjegime për ata të cilët i mandaton. Kush janë këta, pse e meritojnë të jenë në këtë pozicion e tjerë. Ky është raporti i drejtë demokratik, institucional dhe moral që duhet vendosi një bushtetas ose një udhëheqës politik ose një udhëheqës shtetëror. Rama shpesh se njofton fare që do bëhen ministra, Po pra, po kjo është duhet ta bëj, kjo është Nëse nuk tot nuk bësh ministër, mos prit tot kur Kjo histori është histori në fakt me opinionin publik, këtu është e vështirë. pra për demokracinë shumë mirë që munguan këto dy Është shumë kollaj që të bësh emisione dhe të japësh komente, po do duhet të pranojmë që kjo është raport me publikun. Pra, publiku na gjykon, publiku na vlerëson, para publiku të shkojmë edhe marrim vota, edhe para publiku të japim llogari. Pastaj, momentet caktuara, karriera caktuara nuk është pjesë e asaj interesit publik. Ne që jemi në politik, padyshim jemi një profesion të vështirë, shumë të vështirë, të shkurtër, për sa kohë nuk jemi atje, jemi për sa kohë kemi votë në atyre forumeve. S'kemi atë votë, nuk kemi pjesë forume. Dhe të gjithë kemi grup kolegësh tashmë që kemi një karrierë relativisht gjatë, me eksperiencë dhe e kemi jetuar këtë situatë. Nuk është një situatë që merr fund, fillon, mbaron, ka vazhdon, ka momente caktuara, ka ndjesira caktuara, ka le të themi situata caktuara që krijohen në formula që nuk janë formula matematikore, janë formula politike. Dhe në këtë kuadër të formulave politike, ne ulemi, ngrihemi një karrige, nuk janë karrige të rëndësishme. Rëndësishme është fitoria e Partisë Socialiste dhe çfarë. Në një shtet demokratik karrierat janë të rëndësishme. Në mënyrën si vriten ato, pastaj aty është indikatori mbi demokracinë. Nuk ka më vrasje tani. Në mënyrën se si vritet karrierat. Evidente. Tani, pastaj përket pastaj situatës, padyshim raporti me integrimin e Bashkimit Evropian, raporti me ndërkombëtarët, raporti me këtë diplomacinë e themi të integruese të Shqipërisë, padyshim është një moment që kryeministri e vlerëson, ai di situatat, di momentet, ka shumë më tepër informacion për situatën se si ndodhet, ka më shumë më tepër, le të themi, qartësi për objektivin. Transparenca është detyrim, ëh. Dhe transparencë tash është detyrim ka shqip publiku. Që të marrësh votat dhe pastaj të thuash që mua më mjafton se marr votat, edhe pa bërë transparencën spekulim pas. Një sekond, marrja votave nuk është një proces mekanik. Marrja votave është një proces 4 vjeçar. Njëri merr votat se s'ka kujt t'ia japësh. Duhet të deliver, pra duhet të afrosh arritje, reforma e para, që të kesh mundësi të marrësh votat. Nuk i merr votat vetëm se është flamuri edhe logo e Partisë Socialiste. Në Shqipëri, zoti Rama i ka marrë votat, mjafton duke vendosur, duke krijuar një dy postera aty me disa figura të vjetra. Dhe i ka mjaftuar që të marri votat. Do të thonë, o këta, o unë, do të thonë, dhe ka marrë votat. Llogari për qeverisje, një minutë, zoti Kosta. Llogari për qeverisje nuk ka dhënë asnjëherë. Çdo ditë. Asnjëherë, kur vjen, sidomos kur vijnë fushatat elektorale, këtë nuk e them. Çdo ditë në rast se do të ketë punë publike, në rast sa po tha vetë zoti Balla tha që Ramës i vjen rënd të shkojë në parlament, edhe kjo që Partia Socialiste konsolidohet. Edhe kjo, se mos harrojmë që Partia Demokratike, nëse mos në mandatin e dytë, po që nga mandatin e dytë, deri në mandatin e fundit, dhe fatkeqësisht, edhe sot në garën e fundit elektorale, po me të njëjtat portrete. Po pra. Po të njëjtat njerëz. Ky është avantazhi i Ramës. Nuk është fajra. Jo, s'tash fajra, është avantazh. Jo, është padyshim. Po të kishte një opozitë. Po të kishte një opozitë që ta rrezikonte Ramën, Rama do të detyrojë të zbatonte kriteret e demokracisë, do të dilda tjetër qytetarët, do të jepte llogari për gjërat që kishte për premtimet që ka dhënë, i kanë bërë. Është një mekanizëm, ka bërë kur Rama. Dakor pra. Është një mekanizëm i brendshëm i Partisë Socialiste që rigjeneron gjeneratat. Edhe në atë grup parlamentar ka edhe nga ata që janë themelus. Po dakord. E di pse e keni mërzitur. Po jo, më nuk janë mërzitur socialistët, janë forca politike që ka fituar 4 mandate, që ka fituar gjithë pushtetin elektoral, ka forcën e asaj që mund të afrojmë Shqipërisë dhe besoj të gjithë socialistët, mos i shikoni nga pozicioni që janë, nga mënyrat që raporti kanë me pushtetin. Po besoj të gjithë socialistët. Në pushtetin shkrejet asë gjë. Ata vetëm ata e fitojnë e marrin tjerë. Të gjithë socialistët janë jashtëzakonisht krenar që japin këtë shërbim Shqipërisë dhe janë
të gjithë krenarë, Dashim në blu, arim të fitojmë, Dashim blu. të lëjmë më të mirën për Shqipërinë, të bëjmë më të mirën për Shqipërinë, dhe të lëjmë Sali Berishën Klosi, ta kalojmë diskutimin në një pikë tjetër. Ne bashkohemi. Ju leju në pushtet. Jo me jo, nuk është shumë. Nuk e lini ju Sali Berishën në Jo, nuk është. Ne jemi të fort, ne jemi të fort, ne punojmë shumë, dhe socialistët nga Veriu në jug, në çdo fshat, në fshatin më të vogël, në lagjen më të madhe të qytetit, janë krenarë që i afrojnë Shqipërisë kaq shumë mundësi. Që asnjë forcë politike nuk e afron. Zoti Klosi, ta kalojmë diskutimin në një pikë tjetër. Është punë leadershipi, është forca e leadershipit dhe Edi Ramës dhe leadershipit të Partisë Socialiste, është vizioni i tij dhe vizioni i Partisë Socialiste për një Shqipëri europiane, është edhe puna e jashtëzakonshme organizative që kemi kudo në terren. Pra ne jemi sot fitues, në fakt Amari Sokol, jemi fitues, padyshim fitusët në përgjithësi janë vetëm të lumtur, ne ndjejmë shqetësim dhe fillojmë organizimin e brendshëm partisë për të shkuar nga arena e pranverës vitit tjetër. Që jeni në terren, kjo është avantazhi. Jeni e vetmja forcë politike. Po në terren janë, mund se duhet të jenë. Anomali është ata që s'janë, jo këta që janë. Atë them, kjo është gjë shumë e mirë dhe këtu është avantazhi që keni krijuar ndaj Partisë Demokratike të pak Parti territoriale gjithë jetën. Zoti Klosi, për lidhur me i përdor edhe një herë shembullin e dy mungesave të sotme për ta çuar diskutimin në një pikë tjetër. Mungesat e sotme, a janë sinjal se brenda Partisë Socialiste ka paqartësi apo ka temi dilema, hezitime lidhur me linjën e re që po mban Zoti Rama në raport me pushtetin gjyqësor? Në asnjë rast.